ndoshta unë si shkrimtarja e vetme ose paktën e pak këtij panelit kisha dashur me citu një shkrimtare po ashtu shumë të njoftun që domethënë e ka rimodelu qasjen ndaj grave në Itali dhe në shumë vende tjera. Përpos shkrimtare ka qenë dhe gazetare, ka qenë domethënë gazetarja që e ka intervistu Ayatollah Khomeinin e Iranit, ka bërë domethënë shumë revolucion. Ajo ka një shprehje shumë të mirë që është të jesh grua është sfidë shumë tërheqëse. Është një aventurë që nuk përfundon kurrë. Unë pajtohem me ta, sepse ne ashtu që pajtohem edhe me të gjitha parafolsët, pajtohem me Besën, pajtohem atë që ta doktoresha, pajtohem atë që ta dhe Rovena, por dhe me thonë është një gjë që dhe me thonë me kalimin e viteve. Të pajtova, a? Jo, ta shpa, dhjetët e pika që s'pajtohem. Tash kështë se tash ta manë puna me që ta pajtohem nga pak. Dhe me thonë me kalimin e viteve, përpos faktorve kulturorë që neve na kam penalizu shumë, po na ta kemi parasysh si shoqni, kemi pas shumë probleme me zhvillim arsimim. Shkolla e parë Shqipe është hapë domethënë gjatë kohës perandorisë austro-hungareze këtu. Shkolla e parë Shqipe në Suboll. Na domethënë si popullat, si popull kemi pas probleme me arsimim, kemi pas qasje të cungume, kështu që nuk mund t'i lihet faji vetëm ndoshta burrave ose po gratë normal prej kësaj janë prek më tepër. Me fajsu njëri tjetrin. Po, e vërtetë. Për ata sot kur erdha këto tash ku e kam ndilin se mu do kësinate kanë, se po folni për gra, na krejt gra. Po është rove ndrecën, ha? Jo, ndreca këtë rast është rolin e mediatorit, domethënë. Kjo thot vetëm, po nuk mund nëse jemi 6 me 1, 7 me 1. 7, më zmaroj. Ama për sa i përket rolit grave, unë mendoj që me kalimin e viteve neve na janë shtu përgjegjësitë, na është dhënë roli që na e kemi merituar gjithmonë, na është dhënë jo, po më duket fjalë shumë fjalë domethënë diskriminuese, na e kemi marrë rolin që na ka taku gjithmonë, po në anën tjetër domethënë gjithmonë janë kërkues ndaj neve. Prej neve kërkohet me qenë nëna të mira, prej neve kërkohet me qenë profesioniste të mira, prej neve kërkohet me qenë me udhëk mirë, prej neve si gra domethënë kërkohet gjithçka me qenë perfekt, ndërsa ndihma që e marrim është gjithmonë e paktë. E sa i përket lëvizjeve feministe që ta doktoresha, në për Europë dhe në për botë ka lëvizje feministe, po ato i kanë këto lufta që na sot po i bojmë i kanë kalu ma herë. Po, nuk ka të na lëvizje feministe? Tek ne mendoj që ka lëvizje feministe, po nuk pajtohem me gjitha kauzat. Me cilin kauz, për shembull, Alket, nuk pajtohesh? Unë nuk pajtohem me kauzën që duhet me ju shpallu burrave. Unë mendoj që një debat konstruktiv, ndërgjinor, ndërshoqëror, është luftë që nuk ka fitues, domethënë si faji që është jetim, është luftë pa fitues. Unë mendoj që për me pas një dialog konstruktiv, ndërgjinor, si shoqni, do të me qenë pjesëmarrës të dy gjinit. Edhe se na domethënë mes njëra tjetrës, ka raste kur mungon motorizimi, ka raste kur gratë janë rivalet e njëra tjetrës, fatkeqësisht, po mbi gjitha na do të me bashkëpunu me burrat, se përndryshe jeta e veç luftë e njanshme, unilaterale nuk arrihet kur gjë. Dhe me ata nuk arrim asnjë rezultat. Vetëm shkojmë të ushtymi në një tjetrin, shkojmë të bëjmë lufta. 0-0. Edhe po, pa fitues.